Aleanca për Shqiptarët mbrëm prezantoi platformën e saj në Struk. Në prezantimin e platformës Aleancës për Shqiptarët, të pranishëm ishin liderët e Aleancës për Shqiptarët, Vesel Mehmeti, Ziadin Sela dhe Gëzim Osreni, si dhe të gjithë kandidatët e mundshëm për deputet që vinë nga ky rajon. Thujani, sa toka i ka dhënë Kishës, vetëm brenda këtyre dy viteve. Tokat më të mira që i takojnë struganëve, shqiptarëve të Strugës rreth e rrotull liçenit. Pyete ata ish kryetarin tënd. Pse ja dha lejen Kishës në Tiz dhe i futi oktisarët që të përballen me një shtet? Edhe unë isha në mesin e tyre dhe do t'jem çdo herë sa herë është e nevojshme. Për këtë do të ta kthesh Strugën. Nuk do t'i arrish. As ti, as të tjerët, sepse Struga pa marrë parasysh, a do t'jetë Ziadin Sela apo jo kandidat për kryetar komune, Struga do zgjedh njerëz të ndershëm dhe të virtytshëm, të cilët Strugën do ta bëjnë parajs. Ndërsa ne si Aleancë për Shqiptarët do t'jemi atje. Atje ku do t'u themi blokut politik Maqedonas pas 10 vjetorit, ndalni sepse mjafti bët zollum t'i populli. Tani e tutje tatimet që i të i paguajnë struganët, kërçovarët, tetovarët, shkupjanët, kumanovarët, do të rinë atje në pushtet lokal, sepse ju nuk mund të eksploatoni më. Tani e tutje, ndërmarrja e pyjeve në Strugë nuk do t'jetë më me 90% veçanak dhe jo vetëm Maqedonës. Se këta e lejon dhe Deridia Ali Ahmeti dhe sot e lejon. Dhe ka shqiptarë vërtet të cilët nuk do t'a lejojnë këta.